Zgjimi I mëngjesit në shtëpinë e Big Brother Kosova zakonisht shoqërohet me shurma të lehta, fytyra të përgjumura dhe rutina të zakonshme, larja e dhëmbëve, kafeja e parë, shikime të heshtura që përpiqen të lexojnë humorin e ditës. Por ai mëngjes ishte ndryshe. Jo sepse dielli shkëlqente më fort, por sepse pushteti kishte marrë formën e arrogancës. Limi, I shpallur lider I shtëpisë për atë javë, zgjodhi ta shfaqë autoritetin e tij jo përmes përgjegjësisë, por përmes kontrollit. Ai I thirri 3 vajza, gra që më parë I kishte quajtur të dashura, gra me të cilat kishte ndarë afërsi emocionale dhe fizike, dhe I vuri në rresht si objekte. Jo si njerëz, ky moment nuk ishte thjesht një skenë televizive. Ishte një pasqyrë e frikshme e mënyrës se si pushteti I keq interpretuar shndërrohet në dhunë verbale, të paktën të jeni të pastra. Gjuha si armë, fjalët e Limit nuk ishin shaka. Nuk ishin as ironi e pafajshme. Ato ishin fjalë që zhveshin dinjitetin, të paktën të jeni të pasterta kur t'ju puth. Vjen era nga goja, nga brekët. Askush s'ju afrohet kështu. Në atë çast, banjoja nuk ishte më një hapësirë higjiene. Ishte kthyer në skenë nënshtrimi. Ai nuk po fliste si partner, as si shok shtëpie, as si lider. Po fliste si dikush që beson se trupat e grave janë pronë, që duhen mirëmbajtur për dëshirën e tij. Eseja këtu nuk ka nevojë të shtoj fyrje të tjera. Vetë situata është mjaftueshëm e rëndë. Alba, ti je më e pista. Kur përzgjedhja bëhet ndëshkim, më e rënda nuk ishte rreshti. Ishte përzgjedhja. Alba u veçua, Alba, ti je më e pista se të tjerat. Kjo fjali nuk kishte lidhje me pastërtinë. Kishte lidhje me ndëshkimin emocional. Alba nuk po poshtëroi si trup, por si person. Ishte një tentativë për ta thyer, për ta vendosur më poshtë se të tjerat, për t'i kujtuar se në hierarkinë e Limit, ajo ishte më pak. Në këtë pikë, eseja bëhet më e thellë, kjo nuk është më lojë. Kjo është manipulim psikologjik, I njohur mirë në marrëdhënie toksike, ulje e vetvlerësimit për të ruajtur kontrollin. Do ju lë të trejave, kërcënimi si mjet pushteti, deklarata tjetër e Limit, behuni të pasterta se do ju lë të trejave e marrë të tjera. Këtu pushteti shfaqet në formën më të pastër të tij, kërcënimi. Jo kërcënim fizik, por emocional dhe social. Ai nuk po flet si individ në një lojë. Po flet si dikush që mendon se ka të drejtë të zëvendësojë njerëzit, sikur të ishin sende. Në një reality show, këto momente janë të rrezikshme sepse normalizohen, relativizohen, justifikohen me është lojë. Por kjo ese nuk e pranon atë justifikim. Lideri I shtëpisë, përgjegjësi apo privilegj të qenit lider në Big Brother Kosova do të duhet të nënkuptonte. Kujdes, drejtësi, menaxhim konflikti, por Limi e përdori titullin si licencë për dominim. Ai ngatëroi autoritetin me epërsinë morale dhe emocionale. Ky është gabimi klasik I pushtetit të papjekur. Një lider I vërtet nuk vë njerëzit në rresht për t'i poshtëruar. Një lider I vërtet nuk përdor intimitetin e kaluar për kontroll. Një lider I vërtet nuk flet për pastërti kur problemi është respekti, heshtja e të tjerëve, bashkëfaqësi pasive, po aq e rëndësishme sa fjalët e Limit ishte heshtja përreth. Askush nuk ndërhyri menjëherë. Askush nuk tha ndal. Dhe kjo heshtje është pjesë e problemit. Big Brother, si eksperiment social, na tregon shpesh se si dhuna nuk ndodh vetëm nga ai që e ushtron, por edhe nga ata që e lejojnë. Përfundim, një mëngjes që duhet të mbahet mend, ky mëngjes në Big Brother Kosova nuk duhet të mbahet mend si skenë fort televizive. Duhet të mbahet mend si shembull se si jo si partner, jo si lider, jo si burr. Eseja nuk e shkruan këtë histori për ta sulmuar një individ, por për të ekspozuar një model sjelljeje që ende ekziston dhe shpesh maskohet si karizëm, humor apo lojë, sepse në fund të fundit, pastërtia për të cilën fliste Limi nuk kishte të bënte me dhëmb apo trup. Problemi I vërtet ishte mungesa e pastërtisë morale.